Ajo erdhi në shtëpi vonë. Jo është vonë sa t'ishte natë, por aq sa mbrëmja të kishte marrë atë nuancë të erët blu, që i bën dritat e qytetit të duken më të ndezura. Në qelës, te dera, ndaloj për një sekond. Gjithçka brenda ishte në rregull. Asgjë nuk lëvizte, asnjë zë. Por diçka në ajër ishte ndryshe. Një tension i holl, si tela violinash para se të këputet. E hodhi çantën në koltuk dhe zbathur, në dyshement prej druri, eci drejt dhomës së gjumit. E dinte që ai ishte atje. E ndjente praninë e tij para se ta shifte. Fryma e tij ishte pak më e rëndë, pak më e ngadalt se zakonisht. Kur hyri, ai ishte ulur në buzë të shtratit, me shpinë nga dera. Shpatulat e tij, gjithmonë kaq të sigurta, këtë herë dukeshin të ngurtësuara. Nuk po e shikonte, po shikonte nga dritarja, nga perdet që valviteshin leth. "Çfarë ke?" pyeti ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Ai nuk u përgjigj menjëherë. Heshtja midis tyre u zgjat, u trash, u mbush me gjithçka që nuk ishin thënë gjatë ditëve të fundit. Ajo ndjeu një val të ftohtë në shpinë. Pastaj ai foli, por jo me gojë. Ai foli me trupin e tij. U ngrit ngadalë, sikur çdo lëvizje kushtonte. Ju afrua nga mbrapa. Ajo nuk lëvizi. Nuk e dinte nëse duhej të kthehej, nëse duhej ta përbalte apo ta pranonte atë afërsi të papritur. Ishte një lëvizje aq e butë sa u desh një çast për ta kuptuar. Ishte si një përkëdhelje, por pa prekje. Ishte ajri që lëvizte me styre, ngjefësia që rrezatonte nga trupi i tij. Dora e tij, e rëndë dhe e ngrohtë, zbarkoi mbi supinë e saj. Një prekje e lehtë, pothuajse e çuditshme në butësinë e saj. Ajo priste një kërkesë, një nxitim, ndonjë shenjë të qartë, por atje nuk ishte asgjë të qartë. Fryma e tij në veshin e saj ishte e rregullt, por brenda saj diçka filloi të drivej. Ishte një ndjesi e çuditshme, një mesazh që nuk përdorte fjalë, një bisedë që zhvillohej plotësisht në atë kontakt të heshtur. Ai nuk po i kërkonte asgjë që ajo ta kuptonte me mendje, po i kërkonte të ndjente. Dhe kjo ishte pjesa më e frikshme. Ajo u përpoq të kapte kuptimin, të gjente logjikën, sepse gjithmonë kishte pasur nevojë të kuptonte gjithçka. Pse po e prekte ashtu? Pse nga mbrapa? Pse në heshtje? Dhe atëherë ndodhi. Gjishtat e tij, nga supi, filluan një udhtim të ngadalt, të pandalshëm poshtë kraut të saj. Nuk ishte një lëvizje nxituar, ishte një fjalë e gjathë e shkruar pik për pik mbi lëkurën e saj, përmes pëllhurës së hollë të këmishës. Një përall e treguar me maj gjishtash. Një histori që fillonte te supi. Zbriste me kujdes për gjatë kraut dhe mbaronte te kyçi i dorës, ku gjishtat e tij u ndalën duke e mbajtur dorën e saj pa forcë. Ajo donte të kthehej, të shifte sytë e tij, sepse sytë kishin gjithmonë përgjigje. Por ai e pengoi, jo me forcë, por me një presion të lehtë tjetër. Trupi i tij u afrua edhe më shumë, duke krijuar një zgavër të ngrohtë pasaj, një streh ku ajo nuk dinte nëse ishte e burgosur apo e mbrojtur. Pastaj, ai bëri atë gjë. Atë që ajo nuk e kuptoi fare. Në vend që të vazhdonte poshtë, dora e tij e lirë u ngrit dhe filloi të vizatonte forma në ajër, pak si për shpinës së saj. Ajo nuk e prekte, por ndjente gjurmën që linte. Vizatonte diçka që dukej si një rreth, pastaj një vi, pastaj një tjetër. Po shkruante, po përpiqej të komunikonte diçka që goja nuk mundej. Ishte një gjuhë e re, një gjuhë pa zë, që përdorte hapësirën midis tyre për të krijuar kuptim. Dhe ajo, e hutuar, u përpoq të deshifronte.
një zemër, një pyetje, një lamtumir. Sa më shumë përpiqej, aq më pak kuptonte, sepse kuptimi nuk ishte aty, në formën, por në atë që ndjente brënda. Një val ankthi të pashpjegueshme e ndjekur nga një qetësi e thellë si para një stuje. Ai nuk tha asnjë fjalë, asnjë të dua, asnjë më fal, asnjë ke bërë diçka. Vetëm ai gjesti i çuditshëm, ai vizatim në ajër mbi shpinën e saj. Dhe pastaj, po aq ngadalë sa kishte ardhur, u largua. Ngjethësia e trupit të tij u zëvendësua nga ajri i ftohtë i dhomës. Dëgjoi hapat e tij duke shkuar drejt derës. Dera u mbyll butësisht. Ajo mbeti aty, në mes të dhomës, duke ndjer ende atë gjurmë të padukshme në shpinë. Një gjegjës pa përgjigje, një fjalë pa shqiptuar, një veprim që nuk e kuptoi fare. Orët kaluan. Ajo u ul në shtrat duke u përpjekur të rikrijonte atë vizatim në ajër. Një rreth, një vi, ishte një o? Ishte një i? Apo ishte thjesht një mënyrë për të thënë se ishte lodhur duke luftuar? Në mëngjes, ai u kthye, i qetë, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. I derdi kafe, i tha të mirëmëngjesin me atë zërin e tij të ngrohtë. Ajo e shikoi dhe donte të pyeste. Donte të bërtiste. Çfarë ishte ajo? Çfarë doje të më thoshe? Por fjalët nuk dolën, sepse ajo e kuptoi atë mëngjes se disa gjëra nuk janë për të kuptuar me mendje. Ato janë për t'u ndjerë. Dhe ajo që ai bëri atë natë, nga mbrapa, në heshtje, nuk ishte një mesazh që duhej deshifruar. Ishte një ofertë. Një ofertë për të hyrë në një hapësirë ku logjika nuk kishte fuqi. Një hapësirë ku gjithçka që kishte rëndësi ishte fakti që ai ishte aty, duke vizatuar diçka në ajër, duke i thënë asaj diçka që as ai vetë nuk mund ta shprehte dot me fjalë. Dhe ajo, duke pirë kafen, e lejoi veten të mos e kuptonte. E lejoi veten thjesht të kujtonte atë ndjenjë. Një pyetje e madhe, e ngrohtë, pa përgjigje. Dhe kjo ishte më e bukura nga të gjitha.